shtesë për telefonata në vende të tjera është diçka që ne nuk e bëjmë brenda BE-s më. Pse duhet ta bëni ju? Dhe prandaj ne duhet punojmë për përshpejtimin e parafrimit me rregullat e Bashkimit Evropian. Pra, le të zhbllokojmë ato projekte që duhen për të përmirësuar infrastrukturën e transportit, inovacionin digjital, mbrojtjen e konsumatorit dhe turizmin, mbrëm për shembull në darkë folëm për këtë çështje, sepse kjo do të sjellë përfitime bizneseve dhe qytetarëve tuaj. Kemi mungesë e curia në integrimin ekonomik rajonal, gjë që sjell rritje më të ulët ekonomike. Një treg i përbashkët rajonal plotësisht funksional do të rriste ekonomitë tuaja me 10%. Mungesa e progresit apo e curisë nga ana tjetër rrezikon edhe aksesin në tregun e vetëm të BE-s për ata që bllokojnë vendimet që do të sjellin përfitime të gjithëve. E di që reformat për të cilat ne kemi rënë dakord së bashku nuk janë gjithmonë të lehta, por ato lejojnë përshpejtimin e negociatave të antarësimit në BE dhe përgatisin ekonomitë tuaja për tregun e përbashkët, pra me 450 milion banor, dhe ato hapin mundësi që ju japin më pas qasje në një trajtim të ngjashëm si vendet anëtare në disa politika të BE-s, si dhe u tregojnë vendeve anëtare të BE-s se ju jeni gati për më shumë integrim të thellëuar në BE. Pra le të flasim se si instrumentet tona mund të tërheqin më shumë investor të huaj. Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, më tha se ishte shumë e impresionuar nga 2 konferencat e investimeve që ajo ndoqi në rajon. Le të vazhdojmë punën në këtë fushë, le të sjellem së bashku akoma dhe më shumë investime të qëndrueshme nga BE-ja dhe më shumë partnerë tregtar në rajon. Ne e dimë nga përvoja në të shkuarën që sa më shumë i afrohemi zgjerimit, aq më shumë investitor do të vinë këtu. Dhe është thelbësore që tashmë të arrijmë realitet në konvergjencën tuaj ekonomike me vendet e Bashkimit Evropian. Ne e dimë nga përvoja, pra, që sa më shumë este përpara drejt BE-s, aq më shumë kurreshtje kanë investuesit e huaj, media europiane për vendet tuaja dhe natyrisht shpresoj që sa më shumë kurreshtje vjen nga këto shtete, vjen edhe nga vetë qytetarët e tyre. Kështu që le të shfrytëzojmë këto 2 vite të mbetura për ta bërë planin e rritjes një sukses të vërtetë dhe për të përgatitur terrenin për antarësimin tuaj në BE, sepse objektivi kryesor i planit të rritjes është që t'ju ndihmojmë që ju të zhvilloheni më tej, që të bëheni antar me të drejta të plota në Bashkimin Evropian të ardhmen. Faleminderit, i dashur.